Përshëndetje me së dashur. Të ndëgjojmë së bashku se çfarë kritike i bën mbretëresha e Kosovës, Albulena Haxhiu, opozitës për buxhetin e Kosovës. Të ndëgjojmë i lutem së bashku. Përfunduar mandatin 4 vjeçar në fund të marsit. Prandaj edhe ligji na lejon, pra kjo qeveri detyrë që të dërgoj buxhet në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe në këto rrethana mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që opozita, LDK, PDK, AK e Nisma, e lista serbe, sepse jeni bërë bashkë gjatë gjithë kësaj kohe, jeni bashkë edhe sot për të bojkotuar vendime tepër të rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës. Buxheti nuk është i Albin Kurtit. Nëse keni nati me kryeministrin Kurti, po a bëjtë të qartë. Buxheti prej rreth 4 miliardë euro është i shtetit, është i qytetarëve dhe mendoj që me pas prokurori të përgjegjshme e profesionale, të gjitha ata të cilët tentojnë me fut vendin në krizë sociale, i dashur të përgjigj penalisht. A përshënë mi të dashur? A përshëfni? Kjo me të vërtet nuk është normal që është ka vënë opozita. Vetëm për inati, edhe gjërat personale, që s'po mund me përfitu vetë, edhe për kritikojnë e në përvotojnë. Por, që me vo? Shtë në qenë ka jeta.